Pejgamberi fillimisht kur hyri në hyrjet Medinës ka qenë një lagje e madhe atje, ku sot është Mesxhit Kuba, ndalon te kjo lagje. Dhe qëndron për 14 ditë në këtë vend. Aty ndërtoi edhe xhaminë e parë, e cila është xhamia e parë në Islam që është ndërtuar. Xhamia e Kuba, një xhami ku e ndërtoi vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me durrët e tij. Dhe për këtë xhami ka shumë vlera. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka qenë ai i cili e ka pas vizituar këtë xhami për çdo ditë shtune. Shkonte nga shtëpia e tij, nga Medinë, nga Mesxhit Nabawi që ndodhet tani deri në Kuba. Ne kur shkojmë me autobusin, sa i shkonte me kam, ose me deve, ose hypur në gomar. Po pjesën më të madhe të kohës e bonte me kam. Dhe ka thonë, kush merr abdes në shtëpinë e tij dhe shkon edhe viziton Mesxhit Kuba, xhamin Kuba, dhe fal aty 2 rekate, është një lloj sikur ka bërë një umre në shpërblim tek Allahu Azza wa Jall. Profeti sallallahu alajhi wasallam mbas 2 javësh zbret më poshtë në Medinë. Pra futet më brenda në qytet. Dhe nga gjërat e para që bëri, profeti alayhi salatu sallam ndërtoi xhamin e madhe Mesxhit Nabawi, xhamin e Medinës. Sepse o vëllezër të nderuar, ndërtimi i një xhamie është institucioni më i madh dhe më i rëndësishëm në Islam për bashkimin e muslimanëve. Është institucioni më i madh për mësimin e tyre, për edukimin e tyre dhe për të orientuar atë në adhurimet e Allahut Azza wa Jall në mënyrë më të durë. Ju shikoni edhe vetë, ne vim në xhami dhe mësojmë, kur jemi në rrugë nuk mësojmë. Xhamia ishte gur themeli i parë i themelimit të shtetit islam në Medinë.